Përshëndetje dhe mirë se u gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës Provita, i cili siç po vëreni po realizohet në teren. Kësaj radhe, unë bashkë me kameramanin tonë Valonin, erdhëm dhe vizituam klinikën e nefrologjisë, mbase mësuam se tashmë kemi 2-3 specialistë shqiptar këtu, por edhe mjaft specializantë, të cilët besoj se në të ardhmen do i takojmë më shpesh, por kësaj radhe u takuam me Dr. Muhamet Saidin, specialist nefrolog në klinikën universitare të smundjeve të nefrologjisë ose të smundjeve të veshkave. Për ata se cili është roli i veshkave, cilat janë problemet më të shpeshta të këtyre dy organeve filtruese të gjakut dhe të detoksimit të organizmit, do mundohemi të mësojmë nga Dr. Saidi. Dr. Muhamet, faleminderit fillimisht që pranuat ftesën, të jeni pjesë e emisionit Provita kësaj radhe, këtu në hapësirat e klinikës universitare, ku edhe punoni tashmë 3 vite, e shpresoj se në të ardhmen do ju kemi edhe drejt për drejt, ku do trajtojmë domethënë temat nga kjo fushë specifike. Absolutisht. Pikëparë ju përshëndes për ftesën dhe mirë se na erdhët në klinikën tonë dhe të na premtoj kohë që të sqarojmë do probleme që ne i jep veshka. Doktor, ne edhim se kemi 2 veshke, edhim rolin e veshkeve, edhim se duhet pim shumë ujë për t'i mbajtur ato të shëndosha dhe gjithashtu edhim se mund të jetohet edhe me një veshke dhe mos dash zoti në rast nevoje mund bëhet edhe transplantimi i tyre, që do të thotë ka ca mënyra të trajtimit të tyre, derisa nuk vim në fazën, do me thënë, më të avancuar, por për fillim na përkujtoni se çfarë janë veshket dhe rolin e tyre për organizmin tonë. Absolutisht keni drejt, do të thonë veshkat janë organ qift të vendosur në hapësirën retroperitonale. Çfarë është funksioni i tyre? Do të thonë si pika e parë është funksion na paraqitet si filtrim, si filtra natyral të organizmit, si funksion të dytë kemi do të thonë rregullimin acidobazik të trupit dhe si funksion tjetër kemi do të thonë bën pjesë në funksionin dhe e disa hormoneve, siç është do të thonë eritropoetina, renina dhe bën pjesë në hidrolizimin e vitaminës D. A mund të kemi njerëz qetësisht pacient me një veshk, po. Lindin me një veshke, po dikur vonë e kuptojnë, ndoshta për shkak të ndonjë problemi tjetër shëndetësor detektohet që absolutisht ajo mund të jetë nga një kontroll rutinore që mund bëhet në ndonjë institucion, që nuk do të thotë kjo, do të thonë që të jetë njeriu i ndikupun që ta jetojë jetën kualitative më tutje. Rregull, kur kemi, do me thënë, të bëjmë me temën e veshkave, atëherë jeni në një klinikë universitare ku frekuentojnë shumë pacient, qoftë edhe për një kontroll ndoshta mos themi të thjesht, por normal me udhëzim të internistit, por cilat janë ato probleme më të shpeshta, të cilat diagnostikohen, do me thënë, në klinike, pastaj ndalemi, do me thënë, më detajisht rreth shenjave të para, kur duhet vim, çfarë duhet bëjmë e kështu me radhë. Pyetje e bukur. Si rutinë, si me thonë pjesa dërmuese e pacientëve këtu që vinë tek institucion, bëhet fjalë për insufficiencën kronike renale, që flasim për relativisht për stadiumit 3, 4 dhe 5, për fat keq, që unë mendoj, do me thonë, duhet të edukohet qytetarët, do me thonë që të kenë më shumë kujdes sa i përket shëndetit të veshkëve, që do të thotë se duhet të kyçen edhe mjekët e mjekësisë primare, thonë një herë në 6 muaj të bëhen kontrollat laboratorike. Se me atë do ta prevenojmë, do me thonë që mos bie deri në insuficiencë terminale të veshkëve. Mirë, doktor, thatë se vinë në fazë më të vonshme, por ja që kemi persona për shembull ose sa e di unë, do me thënë shenjat disi nuk janë aq të shfaqura nëse kemi probleme me veshket. Përveç se, do me thonë, ndonjëherë ndoshta ndonjë dhimbje, por ajo më veç është në fazë pak më të avancuar, gjakosje gjatë urinimit e kështu me radhë. Por nëse kthehemi në fillim, atëherë na sharoni, doktor, atëherë se cilat janë ato kontrolla të para të cilat, do me thënë, duhet t'i bëjmë dhe si t'i dim, do me thënë, arsyet
që i dëmtojnë veshket? Do në fillimisht, për fat të keq, veshkët, më thonë, kur arrin që të dobësohen, për fat të keq nuk kapin shenja. Dhe kjo është problemi kyç, ose që në lejon që smundje e veshve të në avansohet. Nga ky problem, nga ky shkaz, dhe me thonë, shumë let mund të vjetë, dhe me thonë, nga një organizim i mjekësisë primare, me mbajtjen e kontrollave çdo 6 muaj, do ta kemi nën kontroll insuficiencën kronike renale. Cilat janë ato kontrolla? Për shembull, pasqyra e gjakut, analizat mikrobiologjike apo si i bie? Niveli i kreatininës në gjak, niveli i urez në gjak, nivelet e joneve, siç është domethënë natriumi, kaliumi, kalciumi, fosfori. Po këto janë ca analiza të cilat rrallë herë i bëjmë ne të mjeku familjar. Për fat keq, domethënë këtu vlen të ceket edhe një status, një sediment i urinës mund të flet shumë. Domethënë një hematuri mund të flet shumë për smundjet e veshkut. Mirë po ajo ka analiza më të detajuara që duhet të dallohet, a është punë e nefrologut, a është punë e urologut ose Atër shkojmë me mënyrën tjetër ose metodën tjetër, çka me ultrazërin? Shpeshherë ne i nështrojemi do me thënë ehos, apo jo, ose ultrazërit tek një internist mund na thotë që kemi probleme me veshkët, mund detektohet ndonjë guri i vogël, kristale, kështu me radhë, por çka pastaj? Ose si e sqaroni ju këtë? A kryen punë edhe një ultrazë? Absolutisht, do me thonë si procedurë diagnostikuese jo invazive, është me thonë vetë ekografia e veshkëve, që mund të na tregojë dhe të na flet shumë se çfarë më tutje. Në qoftë se diçka nuk është e qartë me vetë ekzamenimin e kësaj ekografisë të veshkëve, mund të avanzohet në imazheri më të detajuar, gjithsesi mund të bëhet urografia kompjuterike, që mund të qartësoj do një problem që nuk është detektuar ose kemi qenë me dyshime që është apo s'është. Dhe ajo do të na qartësoj çfarë matutje. Një ditë e një pacienti që nuk është i hospitalizuar, si kalon këto? I bëni edhe jo të gjitha këto detajet, këto analiza? Është e furnizuar klinika me gjitha ato pajisjet e nevojshme bashkohore për të detektuar, dhe me thënë, problemet edhe pastaj ndalemi edhe tek trajtimi. Nuk dyshohet, dhe me thënë, nga shërbimet që jep klinika. Po problemi i ky që unë prapë kthehem tek pacientët, që me thënë, neglizhohet ajo mjekësia primare, po drejt shkohet te specialisti. Nuk na kushton asgjë hiç, një herë në 6 muaj të bëjmë një analizë gjakut, edhe të shohim se çfarë me shëndetin tim, gjithsesi çfarë me veshkët të mi. Atër shkojmë kështu. Për veshka të shëndosha kam dëgjuar se duhet të konsumojmë ujë 2 litre, por këtu ndoshta edhe ne mund të gabojmë ndonjëherë se mund të pimë më pak, po të pimë ndoshta edhe më tepër, po edhe sikur pirja e më tepër të kam dëgjuar se edhe ajo mund të shkakton probleme. Shkojmë domethënë me një pyetje pak më të thjeshtë, domethënë prej infeksioneve të veshkeve. Cila është ajo mënyrë që ndaj infekcion, do me thënë? Do me thënë infekcionet janë smundjet e shpeshta që i takojmë tek pacientët që na konsultojnë për ambulancët e kësaj klinike. Dhe gjithsesi ato trajtohen me antibiotik sipas antibiogramit, do me thënë nëse pacienti vjen me urinokulturë të gatshme. Mirë, po nuk do të thotë se çdo infekcion urinar të trajtohet me antibiotik, nëse markerët inflamatorë nuk e kemi ne të rritur. Pse? Sepse nëse ne e bombardojmë pacientin me antibiotik, do të krijojmë një stres rezistuese, që mos zot në ndonjë hospitalizim për X smundje tjetër, nuk do të ketë efekt antibiotiku për atë smundje konkrete që do të jetë atëherë. Po, nga ajo që e keni për diçmëri, konsumojmë apo jo më tepër se që duhet, do me thënë antibiotik, sepse njën nga shkaktarët për paraqitjen e veshkeve, problemeve të veshkeve, është edhe konsumimi i tepër të ilaçeve, i dëmton veshket, apo jam gabim ndoshta? Tu do me thënë bën pjesë, do me thënë konsumimi i
ilaçeve më thonë që janë kundër dhimbjes, si për shembull kemi analgetikat e ndryshme, faleminderit për korrigjimin, si për shembull kemi ketoprofenin, ibuprofenin, etj. Më thonë vjesht e keq përdorimi i këtyre barave dhe shpije në insuficiencë kronike renale. Ndalim edhe një qik tek infekcionet. Shpesh herë kemi dëgjuar mjekët se nga një leximi pasqyres së gjakut, po edhe pse jo edhe të analizave nga urina, do me thënë del se kemi infekcion. Çfarë i shkakton këto infekcione të veshkeve dhe si ti parandalojmë atje? Si mund të infektohemi, do me thënë? Më thonë kështu, nga një sediment i urinës, do me thonë ne qoftë se kemi leukocyturi dhe nitrite pozitive në aludon, në me thonë, gjdo mjek, që hapi i dytë, në me thonë, të bëhet urinokultura. Në qoftë se në urinokultur, në me thonë, është e pritshme që të kemi infekcion urinar që është shkaktuar nga mikroorganizmat, gjithësisht nga bakteriet. Nga ku mund të vinë këta infekcione? Në thonë, mund të vinë nga përdorimi i toaleteve publike, nga marrëdhëniet intime, dhe me thonë. Nga mosbajtja higjienës personale ma mërmendja, po. Po, në kështu më rafë. Duhet kemi kujdes edhe në mirëmbajtjen e higjienës, po. Infekcionet tatë se mund të trajtohen me ilaçe, kështu me radhë. Shkojmë tek problemet tjera të veshkave. Ne kemi edhe probleme si që janë gurët në veshke. Dhe po të njëjtat, po që se i diagnostikojmë, më herët tani kemi edhe metodat më të reja të trajtimit, apo jo, por fjallën e keni ju, doktor. Çfarë i shkakton gurët në veshke? Është kjo ndonjë lloj uji, apo si e sqaroni ju këto? Nga çka na përbëhen këto gurë në veshke? Sepse kemi edhe, siç thonë rërë, do të thonë të imta, pastaj kemi cista në veshke e shumë çka tjetër. Më thonë, çfarë janë gurët? Më thonë, si formohen ato? Me vetë koncentrimin e urinës formohen kristale. Me vetë formimin e kristaleve, kemi formimin e gurësve në veshk. Që mund t'jenë ato pe substancave të ndryshme, nga më të tepërt mund t'i kemi pe oksalateve. Dhe çka nëse i diagnostikojmë? Më thonë, ajo si diagnostikohen, më thonë, bëhet njerë një ekografi e veshkëve. Shifet, më thonë, me çfarë dimensioni është, ku është i vendosur dhe a bën stop në urodinamikën e veshkës. Në qoftë se është i vendosur në veshk, faktikisht në parenkimën e veshkës, zakonisht nuk e dhimbje. Por në qoftë se del në pjellon apo në rrugët urinare të sipërme ose të poshtme, atëherë krijon hidronefroz, gjithsesi stazh, gjithsesi ngjecje të urinës, atëherë kemi shfaqjen e simptomeve, e cilat duhet të trajtohet në mënyrë simptomatike dhe në korelacion duhet të konsultohet edhe urologu që t'i gjetë çfarë e pacientit. Që do të thotë ndoshta edhe me ndërhyrje kirurgjikale, apo i bie ashtu? Mirë, po për të bërë ndërhyrje kirurgjikale, më thonë duhet të jetë guri më i madh se 18 mm, më thonë që nuk mund ta hedh në mënyrë natyrale njeriu konkrementin, gjithsesi gurin. Thonë se veshkët nëse janë të dëmtuara ose i kemi të smura ose kemi probleme apo nga këto të cilat i përmendëm, dhambin shumë. Si përshkruajnë pacientët këtë dhimbje? Si ta dim ne, doktor, se nëse nuk shkojmë tek mjeku, apo se mund të na dhem apo jo mesi, po kemi ne shumë arsyetime, kemi prej ftoktit, e kemi prej ndoshta mëlçisë, apo thjesht ndoshta një infekcion i thjesht. Edhe këtu ndoshta ajo, do me thënë, ajo ngjecje të cilën pastaj ju e detektoni nefrologët, na shkakton më shumë probleme. Ku dhambin veshkët? Ta dhambin përveç gurëve? Që kur lëvizin apo jo, atëherë më duket se shkaktojnë dhimbje të mëdha, nuk e kanë provuar, po thonë të paduruara. Shpresojmë që mos ta provojnë kurrë. Më thonë, si cekëm më parë, më thonë, veshka si veshk nga kroniciteti i tij, më thonë, nuk dhem. Dhamin vetëm kur kemi procesin e hedhjes së gurëve nga veshka.
çfarë duhet bëhe pacienti? Do të thonë, kur ndjen se ka dhimbje në pjesën lumbare, do të thonë djatras apo majtas, duhet të konsultojë mjekun am. Mjeku am duhet të bëjë një analizë laboratorike, do të thonë një pasqyrë gjakut me sediment të urinës. Në qoftë se kemi në sedimentin e urinës hematuri mikroskopike ose makroskopike pa marrë parasysh, do të thonë duhet të çohet te nefrologu që të bëhet një ehoje e veshkave. Qofse tek ehoja e veshkave detektohet se po kemi hidronefroz të shkallës parë, 2, 3, 4 e kështu me radhë, atëherë duhet do të thonë të konsultohet te urologu që të shifet që të zgjedhet problemi i pacientit. Në cilat raste shtrihen pacientët këtu, edhe nëse nuk ka nevojë ndërhyrje kirurgjike? Nuk do të thotë se çdo herë guri i bën problemet që të ketë, më thonë, dhimbje veshka. Veshka mund të kemi dhimbje të veshkave në raste kur kemi infeksione infeksione proksimale të veshkës, apo siç dihet ndryshe pyelonefrite akute, të cilët pacient hospitalizohen këtu në klinikën tonë dhe trajtohen me terapi adekuate. Një problem tjetër që besoj e hasni shpesh tek pacientët që i trajtoni ju dhe kolegët e juaj këtu në klinik, po edhe gjëty apo jo në spitalet tjera, janë edhe cistat në veshkë. Sa ato janë probleme serioze dhe mund të dëmtojnë veshkat? Po janë mjaft probleme serioz që mund të shpije deri në insuficiencë terminale të veshkës, gjithsesisht që të fillojë pacienti me hemodializë. Kemi apo jo shumë nga ajo që i dini jo pacient në hemodializë? Këtu ka shumë pacientë, më thonë që ka trajtim me hemodializë, pasi që institucion tjetër në Shkup nuk kemi, mirë po që është shtetërore. Kemi qendra të dializës, më thonë ajo është tjetër send. Se i përket cistave, më thonë kemi dy format të sëmundjeve, më thonë si që e përmendet, ajo është sëmundjet policistike të veshkëve. Ato ndahen në dy grupe, më thonë ka një formë është autosomale dominante, që më së tepër t'i haset tek të rriturit, dhe autosomale recesive që më së shumti takohen tek fëmijët. Çfarë me ta pacient? Më thonë ata pacient duhet vetëm që të ndiqen një herë në 2 muaj, 3 muaj të vinë këtu tek ambulancat e klinikës tonë, më thonë vetëm që të ndiqen në çfarë stadiumit të insuficiencës kronike i kemi. Se i përket trajtimit, fal shkencës, kemi trajtim me mënyrë pilare ose tabletat, mirë po të drejtën nuk është për buxhetin e popullatës tonë. Por në përgjithësi trajtoni pacientat pa emrat ilaçeve, ju lutem po. Ato janë vetëm watch and follow. Shiko dhe ndjek. Ajo është gjenetike, shërim nuk ka. Është, a mund të jetohet gjatë dhe jetohet normal me këtë diagnozë? Normal. Spaku kemi, këtu nuk prishet kualiteti i jetës pacientit. Përderisa, nuk kemi insuficiencë terminale të veshkës që pacienti duhet të fillojë me hemodializë më tutje. Po përmendet fëmijë. Kemi raste shumë kur fëmijët janë të prekur me problemet e veshkëve, dhe cilat janë më të shpeshta? Si zakonisht, fëmijët gjejnë trajtimin tek klinika e fëmijëve, mirë po si a kemi, po, këtu kemi të rinj që vinë, që për fatkeq nuk janë të informuar se në familje, antarët e familjes se kam pas mundje të veshkëve, si më të tepërme e kemi sindromën Alport që paraqitet tek fëmijët dhe që në moshën adulte, gjithsesi për mbi 14 vjet që trajtohen tek klinika jonë. Doktor, si mund dallojmë që ta zëmë, do nëse tash ne kemi nefrologa për stafat që janë dhe punojnë në klinikën e fëmijëve, po e shfrytëzoj rastin tani me ju jam këtu duke biseduar, t'ju pyes, si mund ndim që një fëmijë ose një i rritur, i ri, e re, lëngon nga veshkët? Pyetje bukur kjo. Me thonë, tek pacientët që vinë tek në ambulancat e klinikave tonë, thonë çfarë janë shenjat e kronicitetit të veshkëve. Është hipertensioni arterial, është sëmundja e diabetit që
ka rol mjaft të madh për shpejtimin e kronicitetit të veshkës. Si simptom të tretë kemi të ajnturat e këmbëve, që të rekonë se diçka me filtrimin nuk shkon. Mirë, për nuk do të thotë se çdo ajntje e këmbëve të jetë problemi i veshkëve. Kemi edhe persona ose sidomos gratë, të cilat shpeshherë mund t'i vërejmë se kanë këmbë të entura, thonë çorapet apo e lanë bizën këto. Ajo është piknisja. Piknisja do të thotë, nëse pak mund t'i vërejmë ato. Du ta konsultoni mjekun. Më thonë si që të dallojmë është e veshkës ajo, bazë është që duhet të miret proteinuria 24 orë. Që na tregon se po, nëse është të ajnturat janë problemi i veshkëve, që pastaj pacienti nëse është në suazat e veshkëve mbi 3.5 gram, atëherë ka indikacion që të hospitalizohet në klinikën tonë dhe të bëhen analiza më detale për të prirë deri në diagnozë. Doktor, ta zëm, ndonjë shenjë tjetër, përveç do të thotë të edemave këtu poshtë syve, ndoshta edhe ndryshimi i ngjyrës është më e errët, kemi edhe shenja të tjera, të cilat ndoshta ju si nefrolog po të hyjnë pacientin në ordinancë mund ta vëreni, cila do i kishit përmendur? Apo çka do të qoftë që mendoni se është një alarm që duhet na zgjon prej gjumit dhe drejtojmë. Si simptom i parë, domethënë kemi mos urinim i mjaftueshëm. Krahas asaj se pacienti pin ujë mjaftueshëm. Që do të thotë se diçka nuk është në rregull. Sasia që miret nuk eliminohet. Do ka diçka problem tek filtrat, gjithsesi te veshkët. Për që më tutje duhet të konsultohet tu që të bëjmë një analiza më të detajuara që të shohim se çfarë matutje me pacientin. Diçka rreth dehidrimit dhe veshkave, çfarë mund të na thoni? Kam dëgjuar se edhe kjo është një sinjal që mund t'i dëmton veshkën, nëse dehidrojmë. A dehidrojmë për arsye të ndryshme? Shumë e saktë thanë, për arsye të ndryshme, mirë po unë kam pas veç një eksperiencë, do a them, një paciente mjaft e re, më thonë me anoreksi dhe dehidrim e qëllimshme, që shpiu tek insuficiencë akute renale. Më thonë, duhet që i bie shumë, duhet të kemi llogarinë e trupit tonë, sepse çdo organ duhet të ketë kujdesin e vet. Veshkët duhet një kujdes e ka hidrim i mjaftueshëm. Do të thonë, gati asgjë nuk na kushton ne. Normal është hera e parë që po takohemi dhe po mundohemi që të trajtojmë këtë temë në mënyrë sa më të kuptueshme për popullatën dhe për mënyrën se si ti mbajmë veshkat e shëndosha, sepse i përmendëm ca probleme e shumë të tjera, por shpeshherë mund ndodhë që ta bim veten deri tek ose në gjendje të jemi në dializë ose në transplantim të veshkave. Në këtë drejtim, dhe me thënë, si do e këshim vazhduar biseda për shikuesit? Shumë ka stili i jetës. Mos të kemi faktor që përkeqësojnë funksionimin e veshkave. Cilat janë ato? Do me thënë, duhet në radhë parë e kemi pirjen e lëngjeve, gjithsesi ujtit. Sa është 2 litra gjys. Saktë ajo që thonë 2 litra relativisht. Si pikë e dytë, stili i ushqimit mos jetë ajo me kalori të larta. Ndikon edhe mbi pesha, doktor, tek paraqitja e problemeve po. Stili i ushqimit, nëse pacienti ka mbi peshë, ai ka predispozit për hipertension, ka predispozit për diabet, dy të cilit do të shpije edhe në insuficiencë kronike renale, për të cilën mund të jetë edhe vonë. Filluam me cistat, nuk përmendëm tumoret në veshke, qoftë ato benigë, dhe fatkeqësisht kemi edhe raste kur kemi malinje, për të keq, do të thënë po. Edhe janë të shpeshta këto raste, ajo. Si tumoret ndahen në benigne dhe maligne, si tipet të tumoreve maligne, më thonë e kemi RCC karcinomën të veshkëve dhe tumorin e Wilms tumor, kurse për tumoret
benigne e kemi si angiomyolipomën e veshkëve. Sa janë të shpeshtë për ata, unë vetë s'kam has që një pacient i moshës së rritur, më thonë që për eksperiencën 3 vjeçare nuk kam mas që të ketë, më thonë të has në tumor RCC, praktikisht. Për këto më shumë janë të informuar urologët që e kanë trajtivisht. Jo, rastisht kur flasim për problemet e veshkëve me urolog, unë e them zakonisht ku është kufiri ose ku ndahen domethënë kompetencat e nefrologët me urologët. Urologët kanë sqaruar mjaft shumë në provita për problemet e veshkëve, po ata e dini si kanë përgjigjet, ata më shumë t'i tregojnë se ata prevenojnë edhe kirurgjan, ata që thojnë... Edhe unë e kam motën tim, e thonë... E ju i keni parandalimin, trajtimin, derisa jemi në ilaçe, apo jo? Pastaj rolin... Ne jemi internist të veshkës. Më thonë, ne e kemi qëllimin dhe mjekimin e veshkës në nivel molekular shprehen. Çka me transplantimin e veshkëve? Kemi mjaft përvojë edhe në vendin tonë, edhe po bëhen edhe krejt, por normal e dini si shkon ajo, duhet domethënë të kenë donator që nuk mungojnë kur kemi të bëjmë ndoshta me familjar, apo jo. Si funksionojmë? Shumë bukur e cekën, më thonë, vetë transplanti është mënyrë e shërimit të insuficiencës terminale renale. Si shërohet insuficienca kronike renale? Më thonë, kemi disa lloje të menaxhimit. Më thonë, si në radhë pare kemi hemodializën, si pikë dytë kemi, më thonë, dializën peritoneale, dhe si pikë të tretë kemi transplantin. Shumë bukur e cekët sa është aktuale këtu në shtetin tonë. Nuk mund të them se është shumë aktuale, sepse duhet të ketë një edukime si për stafin mjekësor, por më shumë për popullatën. Se sa me rëndësi është dhurimi i organeve. Aq më tepër për veshkët, kur i dim se funksionojmë edhe me një veshke, apo jo? Këtu kemi dy lloje të transplantit. Njëna është e kadaverike, më thonë që kur tek pacientin nga shkaqe të arsyeshme se nuk mund t'i dhuroj në një antar i familjes së ngushtë veshk, dhe kemi alternativën e dytë, më thonë, të bëj transplantin kadaverik, për të cilën ne këtu në klinikën tonë gati në muaj njërë kemi mbledhje dhe i diskutojmë dhe i ndjekim pacientët se deri ku janë me analizat të bëra që më thonë që të kryet transplanti kadaverik. Kemi shumë pacient që presjen, dhe me thonë, këtu në regjistrin e klinikës për të marrë nga dikush veshkën. Që adhuroj dikush veshkën. Ka, për fat keq ka. Si shkon kjo procedura? Më thonë, kështu është procedura, ka një sër analizas që duhet bëhen, për fat keq në sistemi shëndetësor nuk në lejon që të jemi më shumë ekspeditiv në këtë fushë. Kjo është. Pritet bajk. Atër shkojmë bashkëpunimi juaj bashkë me mjekët tjerë. Shpesh herë duhet dhe me thënë konsultim, jo vetëm me nefrolog, urolog, por shpesh herë ndoshta edhe me endokrinolog, me kardiolog, ndoshta e kështu me radhë. Si shkon kjo krejt, çfarë duhet dim, do me thënë për një person që lëngon nga ndonjë smundje të theksuara pak më parë. Falë shkencës që në mënyrë shumë të shpejtë avancohet në gjitha sferat, po ashtu kemi edhe levërdin në sferën tonë, çfarë du të ceki. Dhe me thonë, këtu kemi mënyrën e trajtimit të insuficiencës kronike renale me terapi pilare gjithësisht me tableta, që njëna për tyne është empaglifozina dhe fenireroni, e cila sipas shumë studimeve multidisciplinare që thatë të ju me thëmë kyçjen e endokrinologut, kardiologut dhe nefrologut, kemi një follow-up të mirë të pacientëve me kyçjen e këtyne dy tabletave. Dhe shpresojmë që e ardhmë. Besoj që janë emër gjenerik, apo jo? Po, absolutisht. Shpresojmë që
në të ardhmen e afërt të jetë terapie standardizuar. Dhe për fat të keq, vlen të cekim se nuk është në listën pozitive. Besoj që do ju dëgjojnë ata që janë kompetent dhe do e fusin se paralajmëruan, domethënë edhe nga institucionet relevante, si që është fondi edhe ministria, që me një maj do kemi ilaçe të reja, nuk dija do futet kjo, po nëse na dëgjojnë le ta analizojnë gjendjen. Doktor, si jetohet domethënë me problemet e veshkës, sidomos ata që janë në dializë? Nuk është lehtë, sepse të jesh në regjim me hemodializë, do të thotë 2 herë apo 3 herë në javë të jesh ulur për 4 orë. Është goxha vështirë të përballohet e stili jetës. Ne i kuptojmë pacientët, mirë po fati i jetës shpi edhe në kësaj lloj problemesh. Kur kemi të bëjmë me moshën, a ka diçka që ndoshta ndikon më tepër tek mosha, apo mund të prekemi nga veshkët në të cilën do moshë? Nuk është... Sepse ta zënë për shembull ndonjë smundje tjetër, zakonisht i takon gjeneratave pak në moshën më të shtyer. Si qëndron puna me veshkat? Ajo ka ngel në të kaluarën. Po ka pas një infarkt se i ka pas 70 vjetë. Për fat keq, në këto momente kemi të moshës 25 vjeçare me infarkte të zemrës. Për fat keq kemi me insuficiencë akute renale, të filluar me hemodializë të moshës së re. Do këtu duhet tam edhe e cekëm në fillim. Një kontroll nuk na kushton asgjë në jetë. Meqense tjetë një herë në vit që të bëjmë një check-up për trupin tonë dhe të shohim ne ku jemi. Një kontroll tek mjeku familjar, me analizat e gjakut, mikrobiologjike. Absolutisht. Nuk në kushton asgjë, mirë po që mund të na kushtoj një jetë kualitative në dekadet e ardhshme të jetës. Dikon ka fundi emisionit jemi doktor kësaj radhe, se tham që në fillim të emisionit është hera e parë që po ju takoj, sot për herë të parë edhe unë joftuam. Besoj pose do ju pres edhe në emisionin drejt për drejt, takova këto edhe specializantë shqiptarë, sepse me të vërtet nefrologët përgjithësi janë në numër deficit, aq më tepër nefrologët tanë, do me thënë, sepse ky emision me gjithatë përgatitet në gjuhën shqipe dhe na duan, do me thënë, sqarime të kuptueshme për të gjithë ata që na ndjekin. Absolutisht pajtohem me juve, do thënë, për fat keq në nivel republikan, numri i nefrologëve është shumë i pakët. Mirë po, 10 vjetët e fundit kemi një rritje të nefrologëve në nivel republikan. Në klinikën tonë kemi 2 specialistë, nefrolog shqiptar dhe 2 specializantë shqiptar nefrolog që janë të super të edukuar dhe trajtojnë pacientët, po. Doktor, sa është e vërtet që konsumimi tepërt i ushqimit me krip shumë dëmton veshkët? Absolutisht, me thënë, ne kemi fillim për kësaj, çdo se që i kalon kufinit është e dëmshme. Të mos keq përdoret krypa, të mos keq përdoret sheqeri, të mos keq përdoret stili ushqimit. Më thënë, duhet kemi një regjim në jetë, ne t'i themi se po, unë aq duhet të haj, aq duhet të pi dhe këtë duhet të haj. Doktor, gratë shtatzëne që kanë probleme me veshket. Shumë pyetje bukur, më thënë, është, si tem, duhet të mendojmë 3 herë. 1 për nanën dhe 2 për frytin. Më thënë, a kemi probleme? Po, kemi hastim, si zakonisht që kemi smundjet autoimune, për fat keq, dhe duhet të kontrollohet, të bëhen kontrollat e rregullta, nëse duhet të bëhen edhe pak shumë më të shpeshta që mos vi deri tek dëmtimi i veshkëve. Si për shembull, më thoni, kemi ato, unë vetë pata një paciente që më erdhi në ambulant, ishte për fat të mirë në periudhën pas lindjes, me të uniturat të kambës, kështu që i cekëm më herët, edhe u hospitalizu këtu në klinikën tonë, dhe doli
normalisht me konsult me stafin këtu në klinik, gjithësisht me profesorët dhe me kolegët, që të bëjmë biopsi të veshkës dhe na doli që pacientja ka lupus nephritis, që është sëmundje autoimune. Për fat të mirë, në fat të asaj, pacientja kishte një remision. Dhe ishim shumë krenar, ne si mjek u gëzuam se çfarë banëm ne për pacientin. Ndaj shëroni edhe një çështje tjetër. Me një veshke, thamë, për arsye të ndryshme, ndoshta njëra ka qenë më e smur, mund të them kështu, më e dëmtuar, e kështu me radhë dhe shtatzania. Çfarë u këshilloni? Nëse pacienti... A mund të kemi shtatzani të mbar edhe nëse kemi vetëm një veshke? Mund të kemi rast që pacientja të jetë e lindur me një veshk, të mos ta di dhe të jetë shtatzan. Gjatë një kontrolle rutinore, një eho mund të merë vesh se është me një veshk. Që do të thotë se nuk është problem çdo herë me mungesa e një veshkës për shtatzanit. Mirë po, kjo vlen edhe për ata pacient që unë i përshëndes nga zemra që heronjë dhe heroinat që e durojnë veshk. Se shpëtojnë jetë apo jo pa? S'kam koment. Edhe një pyetje për gratë ose personat në moshën e tre, doktor. Nuk di, a keni pas rast vinë pacient në ordinancë që thash në moshën e shtyër, kur thonë që ose ankon apo në shtëpi mund t'i dëgjojmë rrugëve, në autobus, mund t'i takojmë, po mund t'i kemi ndoshta edhe familjar që thonë një veshke funksionon pak, por tjetra është tharë. Po flas për në pacient në moshë të shtyër mbi 80 vjeç. Çfarë me këta pacient? Është normal, s'është normal? Besoj se na dëgjojnë. Si do i kishit qetësuar? A ka vend për panik? Jo, absolutisht. Me thonë vetë fakti që është moshë shtyër, është e pritshme që të kemi lodhjen e organeve. Nuk është vetëm veshk. Mund të jetë zemra, është truni, është syri, është mëlçia e tjerë. Por ja që tek veshka... Tek veshkët vinë në kontrol tek ne dhe ata me thonë, është ajo, kanë shpresë se do të normalizohen ata vlera dhe me thonë të ureas dhe kreatininës, mirë po, u sqarohet antarëve të familjes se me thonë pritshmërit janë kaq dhe mos pritet për matutje. Përmende do me thonë kreatininën, janë vlerat të cilat tregojnë se kemi probleme apo jo me... A duhet kemi konstant, do me thonë, me këto probleme ose me këto nivellet e larta, që kemi probleme me veshke, apo ndoshta ndonjëherë nëse paraqitet nuk mund të jetë problem. Si shkon kjo? Më thonë, këto dy marker, kreatinina dhe urea, janë marker bazë që na flasin sa në thojza funksionojnë veshkët tonë. Tek të në qoftë se kemi rritje të vlerave, absolutisht duhet të bëhen analiza më të detajuar. Edhe nëse ne një herë na ndodh për shembull të kemi rritje të këtyre, duhet të konsultojmë nefrologun se që ai ose ajo mbaret mjekesha, çfarë duhet bëhet më tutje. Për fat keq, nuk ka organizim si që se kam më parë të nefrologëve anë mban shtetit, që janë shumë të pakët, të rritë, dhe me thonë, kur kemi kreatininat në 100, 110, shumica e pacientëve neglijojnë. S'ka kur gja. Mirë po kalon 6 muaj, 1 vjet, është e 2 fishuar apo 3 fishuar. Që të se ndoshta e ka qenë momenti kyç që tjetë momenti i trajtimit dhe kurimit të asaj sëmundje. Edhe një çështje tjetër, veshkët dhe yndyrrat, kolesterolli i lartë. Ndikon se ne kemi edhe veshkët të dhjamosura, apo jam gabim? Ajo është vetëm topografia, gjithsesi anatomia e veshkës, që veshka mund të jetë embulume me dhjam.
Ashtu, në gjuhën e popullit, ashtu si që më thonë qytetarët kër i takoj, ashtu i dëgjoj. Nuk ka shumë rol në metabolizmin e yndyrnave veshka, sa që ka rol shumë të madh hepari gjithësisht mëlçia. Ku është lidhshmëria e mëlçisë me veshkët? Mundet mëlçia t'i dëmton veshkët? Jo. Ose si? A shqaroni të këtë? Për metabolizmin e yndyrnave, kompetent si organ është hepari. Mirë po nuk do të thotë se në qoftë se kemi dëmtim të heparit për x arsye tjetër, x mundje tjetër, kemi atë sindromën hepatorenale, që edhe ky problem, gjithsesi kjo smundje ose kjo gjendje të themi, mund të na shpijë deri në insuficiencë akute renale që duhet trajtohet me hemodializë, pa marrë parasysh nga mosha. Po, okay, rregull. Krejt për fund doktor, mesazhet edhe një herë në adresë të shikuesve, me të vetmin, domethënë, qëllim që dim se si t'i mbrojmë veshkat, sepse disi kam përshtypjen se po ja na shkalojmë. Absolutisht keni drejt. Dhe vim shumë vonë, jo si që thatë edhe ju, po edhe shumë mjekë tjerë. Po vim vonë në diagnostikim. Absolutisht keni drejt. Pastaj edhe më rënd është edhe të na trajtoni. Çfarë është mesazhi? Mesazhi është shumë i qartë. Pi ujë, shpëto veshkët. Edhe duhet spaku një herë në vit të konsultohet, të bën analizat e gjakut dhe urinës. Unë them ashtu shprehem popullor që një herë në vit i regjistrojmë makinat, veturat. Po. Çfarë na kushton shkojmë te mjeku një herë, t'japim gjakun dhe urinën, shohim se ku jemi ne. Doktor, kaq për këtë emision, më shpresoj se shikuesit do kenë çfarë të dëgjojnë dhe do i zbatojnë rekomandimet e juaja, ndërkohë që unë jo vetëm juve, po dhe kolegët e juaj nefrolog të tjerë, ju pres edhe në emisionin tonë të drejt për drejt. Besoj se do bashkëpunojmë edhe më tej. Shpresojmë dhe ju falenderojmë që erdhët, që ndatë kohë dhe që banëm këtë emision edukativ për qytetarët tanë. Grazie. Ndërkohë, gjithsesi se falendrimet shkojnë edhe në adresë të ju e në shikues të nderuar, duke ju falendruar që ndatë kohë në ndoqët edhe këtë emision, unë një lë takim të sërishëm të hënën e arshme. Deri atëherë, mirë veç!